Në vazhdim do të dëgjojmë zonjën Leila Asgari, drejtoresha e Kolegjit Sadin nga Tirana. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit, mëshirës dhe mëshirëvërësit. Dear ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm delighted to take part in the ceremony in which the remembrance of the Sayyidah Fatima's birthday is held. Të nderuar pjesëmarrës, studiues dhe akademik, të nderuar organizator, më lejoni t'ju përshëndes për këtë nismë dhe t'ju falenderoj për ftesën. Të nderuar ju të ftuar në këtë konferencë sa të veçantë, aq edhe madhështore, në kuadër të asaj çfarë synon të prezantoj parën e të gjithëve. Fatima Zahra alayha salam, in the words of Prophet Muhammad and his household, has a great position. Her stage, based on hadith and gnostic and theosophical interpretation, is knowable only through understanding the nature of divine and Islamic ontology and cosmology. Fatima Zahra ka një pozitë të lartë e të nderuar në familjen e profetit dhe në mesin e anëtarëve të Ehli Bejtit. Pozita e saj bazuar në thënjet profetike dhe në interpretimet gnostike e teozofike u arrit vetëm nëpërmjet të kuptuarit të natyrës dhe ontologjisë dhe kozmologjisë hyjnore islame. For introduction, I would like to note that, according to Gnosticism and Islamic philosophy, and based on Quranic principle, which is Subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Therefore, glory be to him in whose hand is the kingdom of all things, and to him you shall be brought back. Si fillim, do të doja të nënvizoja që sipas gnosticizmit dhe filozofisë islame, si dhe bazuar në parimet kuranore, do të përmendim ajetin. Pra, madhëruar qoftë ai që në dorën e të cilit është pushteti mbi çdo gjë, tek ai ju do të ktheheni. Everything that exists in this world is manifest of the Divine's name and attributes. Position of each being, up or down, relates to its distance or nearness to the Divine. Çdo gjë që ekziston në botën mbar është manifesti i atributeve dhe emrave të tij hyjnor. Pozita e çdo qenie në gjithë botën ka të bëjë dhe varet nga fakti se sa afër dhe larg hyjnisë është ajo qenie. Human beings is the most perfect manifest of God's names and attributes. Therefore, prophets and saints who are close to him show radiance of the divine more than the others. God calls them in the Holy Quran as friend of Allah. Qeniet njerëzore janë manifesti i emrave dhe atributeve më të mira të Zotit. Prandaj dhe profetët dhe të shenjtët që janë afër tij, të plotfuqishmit, shfaqin bezatimin hyjnor. Më shumë se çdo krijesë tjetër, ndaj dhe Zoti i lartë i quajti ata në Kuranin famlar, Eulia, miq e të dashurit e Allahut. With this introduction, I just want to allude to the importance of divine position of Fatima Zahra alayha salam in the eyes of Prophet and Ahl Bayt. Prophet Muhammad calls her a mother of his father, Ummi Abiha, or superior to all women in both worlds, Sayyidatu Nisa'il Alamin. Me këtë hyrje, thjesht doja të aludoja në rëndësinë e pozitës hyjnore të Fatima Zahras në sytë e profetit alayhis salam dhe Ehli Bejtit. Fatimen, të cilën profeti e quajti nëna e babait të tij, si dhe zonjën supreme mbi të gjitha gratë e tjera në të dyja botët. In Islamic Gnosticism, motherhood in this narration has a huge meaning. And when Prophet calls her as a piece of my heart, bid'atu minni, then he himself in another hadith says that heart of the believer is throne of Ar-Rahman, qalbul mu'min arshur Rahman. So, for Fatima Zahra alayha salam is the same. Her heart is the throne of Allah. Në gnosticizmin islam, amësia në kuptimin konkret dhe në perspektivën reale mbart një kuptim madhështor. Profeti alayhis salam e quan atë pjesë të zemrës sime, ndërsa në një hadith tjetër të tij, ai vetë thotë se zemra e besimtarit është hedhur nga Al-Rahman, Zoti.
Pra për Fatima është e tillë. Zemra e saj është e hedhur në bukurinë dhe madhështinë e Zotit. When she is part of Prophet's heart and at the same time mother of his father, one can understand a correspondence reality between her and Prophet Muhammad, peace be upon him, regarding the divine. Kur ajo është pjesë e zemrës së profetit dhe në të njëjtën kohë nëna babait të tij, mund të kuptojmë një korrespondencë reale midis saj dhe profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, drejt përsosjes për në hyni. For sake of time limitation here in this seminar, we just leave it for its proper time. Për efekt të kohës së kufizuar, shpresojmë në zgjerimin e kësaj teme për një kohë të përshtatshme. But I want to add something. If one consider all prophetic narration and history of Sayyida Fatima alayhi salam's life, it will be possible for him or her to summarize some of her characteristics in the below sentence, which is narrated by Sa'im Chishti and Por dhe vuajtjet e mundimet. From the house of Fatima is Sadaqa. Tek shtëpia e saj lindi besnikëria. From the house of Fatima is good fortune, Saada. Lindi ardhmja e ndritur. Hidayah. Lindi dhe autoriteti suprem. From the house of Fatima is Siyada. Dhe kjo is Asala. Nga Fatima lindi bujaria. From the house of Fatima is Niyaba. Nga shtëpia e Fatimës lindi zemërgjërsia. From the house of Fatima is Quranic recitation, Talawa. Nga shtëpia e Fatimës lindi dhe mëshira. From the house of Fatima is Shifa'a. Nga shtëpia e Fatimës lindi rehatia. From the house of Fatima is Jannah. Nga shtëpia e Fatimës, duke u falendëruar